Shtëpia e Big Brother VIP Albania 4 u trondit të shtunën pasdite nga një përplasje e ashpër mes Rozana Radit dhe Gjestit, një debat që eskaloi në një nga momentet më tensionuara të këtij sezoni. Gjithçka nisi me një diskutim të zjarrt mes dy banorëve, i cili u përshkallëzua deri në momentin kur Rozana kërkoi të shkonte në banjë për të bërë dush. Por debati nuk u ndal as aty, pasi Gjesti e ndoqi brenda, duke vazhduar diskutimin dhe duke refuzuar të largohej edhe pas kërkesës së saj. Në mes të tensionit, Rozana e sfidoi duke e pyetur, "Çfarë do këtu?", ndërsa ai u përgjigj, "Po du me të këqyr." Në një moment përputhjeje, Rozana vendosi të sfidoi edhe më shumë situatën duke hequr rob dhe shamberin dhe duke mbetur vetëm me të brendshme para tij, duke e bërë këtë skenë një nga më të komentuarat e natës. Debati mes tyre vazhdoi për rreth një orë, me akuza, ironi dhe tone të larta, duke sjellë reagime të shumta nga publiku dhe fansat e reality show. Tashmë, ky incident ka shkaktuar një tsunami komentesh dhe debatesh në rrjetet sociale, ku shumë fansa e kanë mbështetur Rozana për guximin e saj në situata të tensionuara. Në anën tjetër, Gjesti është shfaqur si një figurë kontroverse, tërhequr nga dëshira për të dominuar bisedën, duke u bërë qendër e vëmendjes për mënyrën se si e përballoi situatën. Ky përballim i tij ka ringjallur diskutime rreth dinamikës gjinore brenda shtëpisë dhe mënyrës se si banorët e tjerë reagojnë ndaj konflikteve. Reagimet në mediat sociale janë gjithashtu një reflektim i ndikimit të madh që ka Big Brother në shoqëri. Me ekskluzivitetin e saj, Berisha ka ndihmuar në ngritjen e tensioneve dhe skenave emocionuese, duke e bërë këtë sezon një nga më të komentuarit deri më tani. Ajo ka dëshmuar se reality show nuk janë vetëm për argëtim, por edhe për të reflektuar realitetin e marrëdhënieve sociale dhe ndikimin e tyre. Me mbarimin e këtij episodi, mbetet për t'u parë se si kjo ngjarje do të ndikojë në marrëdhëniet e tjera ndërmjet banorëve. Pjesëmarrësit do të përballen me pasojat e këtij debati dhe se si do të rrijot llampat e tensioneve përpara se të arrijnë ndonjë formë pajtimi. Një gjë është e sigurt, tensionet në Big Brother VIP Albania do të vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes për shumë kohë.